Telenovela e Belinda Ballukut me gjykatën kushtetuese dhe qeverisë e cila ankohet sepse sipas Edi Ramës janë 800 projekte dhe rrezikon Shqipëria të shkojë në BE sepse nuk ka kush të firmosi. E besoni juve? Sepse as Zexhineja që shkon me atlete të bardha të kontrollojë përmbytjet, nuk pranon të firmosi dhe të shkojë në burg për Edi Ramën, për palloshin e gjatë. Kështu që neve, o pallosh, mos kujto se kemi akoma kokën bosh. Nuk të beson më njeri. Mbaroj historia e filmave e humorit e gënjeshtrave. Ti do të shkosh në burg. Unë ta kam thënë, mjafton dosja me Göningen dhe Amerika prangat në zyrë do të duhet t'i vaj. Ne të presim sepse po të vjen vërdall. E ke thënë vetë. Mos gëzoj njeri ta marrë telefonin tim. Po këtë telefonia që ka folur me gjithë të grupin e hajdutëve, që je dhe ti atje. Si do bëhet?